Si e shpjegojnë këto? Nuk dalin pra se nuk janë janë propagandë. Janë propagandë se askush nuk e di me saktësi stokun në real të Iranit. Pra Irani na doli më i fortë nga që prisnim. Po, Gjiri Ormuzit e tregon. Dhe tham, nuk është se është më nuk ka një avantazh nuk është më i pasur se Shqipëria dhe Izraeli, nuk është më teknologji më të avancuar, por ka përdorur një deterrent lufte që është ajo e raketave balistike dhe dronëve. Dronët dolën shumë efikaz në luftën e Ukrainës. Dhe për këtë arsye Moska avancon në ritme breshke. Irani ka me bollok drone të tilla, ka raketet balistike dhe kur thonë Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli që kemi superioritet mbi qiellin e Teheranit apo mbi të gjithë qiellin absolut të Iranit, ky superioritet për mua është relativ, sepse mund ta kesh me avion superioritetin. Po çfarë superioriteti ke në raketa dhe në dron? Kur bombardimet vazhdojnë masa më e lartë sot në ditën e 53 nga Iranit. Dhe sa do vazhdojë kjo luftë? Dhe që ka kohë të tmerrshme për Iranin, për Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara. Lufta simetrike, u goditën shtetet fqinje të Iranit dhe nuk u futën në luftë. Ishte e mendueshme kjo, se synimi ishte që të fusin vllavrasje, musliman me musliman, nuk u arrit. Jashtë kalkulimeve. Jashtë kalkulime tjetër, mbyllja e ngushticës së Hormuzit. Superfuqitë, pse nuk e zhbllokojnë? A kanë fuqinë teknologjike dhe ushtarake për të bërë? Pse nuk basta do ta provojnë aksionin, po e thash, për mua është në mos i pamundur me kosto të llaftarshme jetës njerëzit. Dhe shtetet amerikanët janë shumë të ndjeshëm ndaj rritjes së kostove të jetesës dhe ndaj djemve të nënave amerikanë që bien në luftë në vende të largëta, që s'kan asnjë lidhje me këtë rast mendoj me një rrezik eminent në Shtetet e Bashkuara. Në cilën pikë është populariteti i Trump në këtë mesmandat? Po, sipas sondazheve duhet të jetë ka rënë me gati 20% në krahasim me ç'ishte në kohën kur u zgjodh president. Ndryshon përqasje nëse në këto votime del keq? Jo vetëm që Trumpi s'do fitonte dot kurrë, po të kishte një mandat tret për të mundshëm për të bërë, po në midterm duket sikur Rubio dhe Vance që janë kuaj politik beteje të fuqishëm, si pasojë e trashëgimisë që po marrin, mendoj se do të kenë të pamundur të fitojnë dhe si president. Jo, dakord, përqasjen deri në fund mandatit Trump e ndryshon nëse do të marrë një rezultat negativ. Po Trumpi tash vetëm po ndryshoj për trashëgimin, për si thua për pupilët e vet që të lërë në garë. Edhe për shpresën për të marrë një Nobel. Mbas, duket shaka kjo? Jo, nuk është shaka, është serioze madje, po ishte një autoironi që më kujtua fakti që Obama u shpall mori çmimin Nobel për paqen, dhe ndërkohë Noam Chomsky, nga mendimtarët e majt amerikan, hebre amerikan, e quajti terroristi më i madh i vitit. Në atë kohë Obama bënte bombardime në Pakistan, në Afganistan dhe shumë prej tyre bombardime morën dhe jetë civilesh. Pra kur e mori Obama, Trumpi mund ta merrte në mënyrë dhe më kështu, butaforike si thua, kur ka bërë mund të ishte rast çudi e radhës, si thua, nuk e përjashtoj. Po do ishte çik nonsens në situatën që shohim sot. E kuptova. Kondi, a ma shpjegon dot atë fjalinë e fundit të Trumpit? Tigër letre, NATO, këtë e di mirë edhe Vladimir Putin. Çfarë do thotë? Kërcënon evropianët që shipot ju lash në mëshirën e Putinit, jeni të mbaruar. Po, janë si thua kërcënime bosh, bosh. Kërcënime bosh, sepse Evropa po tregohet shumë për çudi dhe më në fund, po tregohet pak e bashkuar kjo çështja e Iran. Nuk do të përfshihet në luftë, nuk do të shkojë ke Gjiri Ormuzit, nuk disa vende, Spanja dhe Italia, nuk e di Italinë sa e reale është, po Spanja dim që ka ndaluar hapësirën ajrore. Po pse ngre pikë pyetje për Italinë? Po se duhet dima u zbatua, se tha i lajmëroi që nuk do t'ju lejoj më. Pra duhet shohim ato zbatohet. Nuk kemi dini për zbatimin. Duke qenë se Meloni dihet që është një fan se madhe e Trumpit, ishte gjest i habitshëm, por në kuadrin e kohezionit të politikës jashtme të BE-s, s'mund të dali si Orbani jashtë vijës dhe Meloni, duket çik kontradiktore. Kështu që nëse vim ka ajo që kam thënë disa herë këtu, nëse Evropa mban qëndrimin e Spanjës, më në fund Evropa po hyn në vetë bërjen të një faktori politik me peshë në arena ndërkombëtare. Se deri tani kanë qenë shtetet e posaçme, të veçanta që kanë pasur një rol ose jo në politikën e jashtme. Kurse BE-ja si BE, me luftën e Iranit duket se po profilizon, kristalizon një qëndrim unison që duhet të ta vazhdojnë të Shina për të shkuar drejt një ushtrie të përbashkët, për të shkuar drejt një policimi evropian më të fortë dhe më të ndërlidhur e kështu me radhë. Pra mos ngelet vetëm ke klubi i pasanikëve me ndërlidhje ekonomike ndër vendesh. Qartë, Kondi, J.D. Vance, personazh me shumë polemika, ata mendojnë se është krau i djathtë i Donald Trump, disa mendojnë se ka një rivalitet midis të dyve, disa thonë polici keq, polici mirë në disa raste, siç ishte takimi i famshëm në shtëpinë e bardhë me Zelenskit.
Çfarë pozitas ka J.D. Vance në gjithë të konflikt, sepse së fundmi po flitet shumë për një retorik të ashpër midis tij edhe Bibi apo Benjamin Netanyahu. Mendoj se është e qartë që do të hedhë kandidaturën. Pra edhe ai dhe Rubio, se nuk është e thënë që edhe Rubio ka qenë një rival i zotit Trump për të bërë president. Jo, dakor. Pastaj kritikat e Vensit, po Vensi ka qenë kritiku më i zjarrt i Trumpit, ka qenë në krahun e kundërt, pastaj bëri librin e mea culpës së Pra famshëm. është pozicion natyrshëm. Bëri librin e famshëm mea culpës ndaj Trumpit dhe befas. Edhe ndryshon mendje, si edhe në libër. Po mirë, jo, mendim vetëm budallai nuk ndryshon mendim, kështu që të ndryshosh mendim përballë provave apo fakteve të reja është gjë e mirë, mbas nuk ishte njohur mirë. Jo, e di çfarë, unë dua të kuptoj. Nuk e di çfarë mendon sot. Qëndrimi i SBA-ve gjatë tyre ditëve ka të bëjë edhe si pasojë e retorikës në distancë të J.D. Vance me Benjamin Netanyahu, pra me ashpërsinë që ka treguar ai. Nuk e besoj. J.D. Vance mund të ashpërsojë retorikë sepse sheh që zoti Trump ka humbur pikë dhe popularitet dhe ai vetë duhet të rimarrë terren nëse do kandidojë për president. Dhe duhet të filloj shpejt. Pra nëse zoti Trump ka mbetur edhe 2 vite presidenca, 2 vite gjysmë, duhet që të nxitojë se me ritmet që po humbet popularitet Trumpi nuk ka do t'i duhet të përballet me kusuret që të mbartura. E kuptova. Kondi, faleminderit. Faleminderit ty. Nesi. Shkëputemi, rikthehemi për pak.